E përfund si çdo herë kemi të pathënat të kësaj jave. E kush bën pjesë në to për natën e sotme, e ndjekim vetëm pas pak. Rona Nishliu ka vazhduar punën e saj pa u ndalur. Ajo pas suksesit që mori vitin e kaluar me këngën Sus, në fund vetë nxori edhe këngën Se vetëm zemra flet sakt. Këtë periudhë Rona është në New York, ku ka vizituar studion e Beremon Brothers, ku flitej se do të realizonte një këngë me ta. Ndërsa në rrjetin social Twitter, Fadil Berisha ka postuar një foto e mbi të shkruaj sa po përfunduam këngën e dytë. Shpresojmë që këto bashkëpunime ta sjellin Ronën në një nivel edhe më të lartë. Dr. Mike, antari i rap grupit TDS, tani antar në labelin Baba Stars, ka filluar të punoj këtë vit me intensitet më të lartë. Ai, për të treguar punën e tij dhe për t'i paralajmëruar fansat, ka shfrytzuar rrjetin social Facebook, duke postuar pjesë nga këngët e tij. Ai lancoi një pjesë të këngës më të re që titullohet Nal. Si dhe reperi nuk la pa bërë edhe një remake të këngës të famshme të reperit Jay-Z, Niggas in Paris. Shumë shpejt presim bashkëpunime të reperit edhe me antarët e labelit. Lori, këngëtarja që sjell këngë argëtuese e popullore, gjatë vitit 2012 nuk gjeti kohë për pushime, madje as në sezonën verore, për shkak të angazhimeve të shumta që kishte me muzikën. 2013 atë zgjen në një pushim dimëror në Itali. Lori ka vendosur që me familjen e saj të jetë në pushim 2 javor afër Milanos në një qendër të skijimit atje. Eliza Dushko, aktorja me prejardhje shqiptare, vitin që shkoi vendosi të bëj diçka për vendin e saj. Ajo nxori në pa dokumentarin që e kishte punuar për Shqipërinë dhe shqiptarët që titullohet Dear Albania, një dokumentar që nuk kishte nivel edhe aq të lartë të realizimit. Këtë ditë në rrjetin social Twitter, Eliza postoi një foto duke falendëruar donatorët që i ndihmuan rreth realizimit të dokumentarit. Sa shumë po përfolet Rita Ora. Tani ka arritur që jeta e saj të jetë një VIP-e të vërtet. Rita Ora këto ditë u gjen në Tajland, prej nga filloi të lancoj fotografi të ndryshme me rap këngëtarin e njohur Snoop Dogg, që tani ka kthyer nofkën e tij në Snoop Lion. Përveç të gjithave, Rita është duke bërë edhe një bashkëpunim me Snoop Lion. Në rrjetin e saj social, ajo postoi një foto duke thënë: "Para se të largohem këto 4 ditë, kanë qenë shumë surreale. Faleminderit që më keni bërë ta shoh ndryshimin." E kështu duke ju drejtuar Snoop Doggit.